Dhe po atë ditë shkoi tek Partia Socialiste dhe i tha edhe Edi Ramës 2-3 fjalë. Por me Edi Ramën ka një marrëveshje tjetër. Ndërsa me Ballukun dhe me Tauland Ballën ka një urrëtie më të madhe se dashurinë e marrëveshjeve që ka me Edi Ramën. Se me Edi Ramën ka pas urrëtie të mëdhaja, por ka pas dhe dashuri të cilën e shprehte gjithmonë me marrëveshje dhe e kanë shprehur njëri tjetrin me marrëveshje. Si është 2008 dhe 2024, që përsëri dashuria e sistemit nuk i la të ndaren dhe i ka vendosur të qepur me njëri tjetrin, vetëm me listat e mbyllura të ecim drejt Shqipërisë Europiane. Tani analizojmë Berishën. Berisha në 2 daljet e tij në SPAK ka përmend Tauland Ballën që thot tau, Toyota Yaris, Belinda Balluku dhe shumë pak Damian Gjiknurin. Persona që unë mendoj që edhe Agaçi, mos ta harrojmë sekretarin e Këshillit të Ministrave, këto të 3 për mendimin tim dihet që do goditen. Ajo çfarë nuk dihet akoma dhe sot, por unë mendoj se për njërin nga këta deri me datën 31 mars, SPAK-u duhet të godas. Pse duhet të godas? Sepse derisa goditëm Erion Velin dhe pritëm të kaloj reagimi politik dhe njerëzor, normalisht deri me datën 31 mars duhet të kemi një goditje. Dhe unë mendoj që goditja do të jetë ose Tauland Balla, ose Belinda Balluku, ose sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Pse e them? Sepse duke analizuar veprimin e Sali Berishës, që sa herë ka vajtur në SPAK, SPAK-u pas 2-3 muajsh ka bërë veprim, jo sepse Saliu jep orientim, se në rast se ne duhet flasim ashtu si thosh, se në rast se Saliu nuk do të ishte proceduar, normalisht do kishim dyshime, por në rast se Saliu është i proceduar, s'kemi çfarë të dyshojmë ndaj tij që komandon SPAK-un, por unë jam i bindur që duhet kemi deri me datën 31 mars një goditje të fortë në politikën shqiptare. Por unë nuk besoj se do të jetë krau të djathtë në aspektin politik. Mund të jetë i krau të djathtë, por nuk besoj se do të jetë në aspektin aktiv politik. Thjesht do të jetë në aspektin e përgjithshëm. Por mendoj se do të jetë Balluku, Tauland Balla, Agaçi, këto do të jenë edhe me radhë të gabuar, edhe njerëz të tjerë të cilët kanë bërë kallëzime penale. Për zotin Gazmen Bardhi, mos të harrojmë edhe një fakt tjetër që ka bërë një kallëzim penal, atëherë ku ishte i dashuruar me qeverisjen e Partisë Demokratike me Lulzim Basha, kundër Flamur Nokës, mos gaboj, për vilat e tij, duke e pyetur publikisht. Edhe kjo mbetet për të parë, sepse edhe këtu kemi të bëjmë një hetim pasuror, me sa kemi informacion, ndërsa për pjesën tjetër që mund të kemi ndonjë goditje rreth familjes Berisha, mund të kemi një goditje, por ajo goditje mund të jetë në aspektin financiar ekonomik. Pse e them këtë? Sepse zoti Veliaj tha, u morët me familjen time, por unë tani do merrem edhe me familjen tuaj. Dhe derisa mua më thatë që gruaja ime ka bler bizhu, me thonjë sa që janë këto gjëra budalliqe, 800.000 euro, edhe sikur të kishte bler prap libra për në studiu, unë do t'i thoja, ok, 800 euro po jo 800.000 euro për me ble libra. Të jemi realist tani, që të kuptojnë socialistët, ata që të cilët unë i them të vërtetën, Partinë Socialiste si parti historike në këtë vend,
patjetër ta doni, ta votoni atëre kur duhet të votuar, sepse ndonjëherë kërkohet edhe heshtja, mos shkoni ta votoni, sepse mund të jeni rrëmbyer nga një kryetar histerik, po jo historik. Dhe këtu është problemi që duhet të shikojnë socialistët. Pra edhe sikur të ketë bler libra me 800.000 euro, gruaja e Erion Veliz, përsëri nuk legjitimohet të ketë bler libra 800.000 euro. Dhe shkojmë tani tek rasti Berisha, ashtu siç e denoncoi edhe vetë Erion Veli i tha, edhe dha atë sulmin e vet. Edhe gruaja e shkelzen Berishës bën shitje në online dhe blerje online. Dhe unë mendoj në rast se do të jemi në klane brenda SPAK-ut, do të analizojmë në mënyrë të përgjithshme SPAK-u çdo veprim që do të kryej tani e tutje, në rast se do të shkojë në funksion më të lartë, do të thotë që prokurori i cili ka vepruar është sipas asaj foto te Ora News që ka dalë, që duket Artur Metani, Bushka, ajo ish kryetarja e KLG-s, në atë tavolinë. Aty të kuptosh klanet brenda SPAK-ut. Ka zëra që flasin, por që mbeten në kuadrin e thashë themeve deri tani për një arrestim të mundshëm të Shkëlzen Berishës, të djalit të kryedemokratit Sali Berisha. Sa e mundur është një gjë e tillë? Nuk e di për çfarë do të jetë akuza, sepse ai në politik nuk është përfshirë, por në aspektin profesional ai mendoj se duhet të jetë avokat, mos gaboj. Në aspektin biznesi, mos ka ndonjë biznes tjetër, nuk e di edhe këtë fakt, por ajo që unë di është që zoti Berisha, pra djali i Sali Berishës, në rast se çdo raport me drejtsinë e ka mirë, nuk ka pse të friksohet, po në rast se ka dyshime apo nuk ka diçka që shkon mirë, në rastin konkret, ai duhet patjetër të përballet, dhe jo pse mos të përballet. Ktu kur përball babai vet 80 vjeç, i cili luftoi dhe po lufton vazhdimisht për akuzat që i kanë servir aty sikur ai ka bërë hatan, normalisht edhe ai është djalë i ri dhe përderisa është në një familje që ka babain politikan, pse jo mos të përballet edhe ai, dhe edhe unë e kam dëgjuar këtë lajm, por duhet të presim në rast se do të kemi ndonjë arrestim, por arrestimi tani për çfarë, se kjo është për të habitur. Arrestimi për 20 janarin, arrestimi për Gërdecin, arrestimi për transaksione jo të lishme, arrestime për ndërhyrje në politikën shqiptare.